Kryeministri Kristian Miskovski preqe kryer prokurori i cili pritet të zgjidhës së shpejti, të jetë mbrojtës i ligjit dhe i drejtësisë dhe të hetojë të gjitha lëndët që kanë qenë të mbajtura në sirtar. Ai thotë se aty ku nuk ka prova, t'i mbyll, ndërsa aty ku ka prova, të formojë lëndë dhe t'i dërgojë në gjykatë. E para që duhet të bëj është që të gjitha ata dokumente dhe raste që janë mbajtur në sirtar t'i nxjerr dhe t'i hetoj, aty ku nuk ka mjaftueshëm dëshmi t'i mbyll, aty ku ka dëshmi të formoj raste dhe t'i dorëzoj në gjykatë. Pastaj gjykata duhet të vendosë nëse do t'i nisë ose jo proces gjyqësor. Pres të jetë mbrojtës i së drejtës, gjenerues i drejtësisë dhe kjo është ajo që pres nga kryeprokurori i ri. Ndërkaq, qeveria të martën në mbledhje ka miratuar një konkluzion lidhur me 5 kandidatët për kryeprokuror dhe në përputhje me ligjin do t'ja dërgojë Këshillit të Prokurorëve Publik. Kuvendi ka njoftuar qeverinë për përfundimin e shpallës për prokuror publik dhe i ka dorëzuar listën me 5 kandidat. Qeveria, sipas dispozitave ligjore, do ta dërgojë listën në Këshillin e Prokurorëve Publik, i cili ka afat 15 ditë të jap mendim. Sipas ligjit për prokurorinë publike, kandidaturat i dërgohen qeverisë, e cila kërkon mendim nga Këshilli i Prokurorëve Publik. Nëse Këshilli nuk jep mendim pozitiv për asnjë kandidat, qeveria nuk mund të propozojë emër dhe duhet të shpallet konkursi i ri. Kryeprokurori i ri zgjidhet në kuvend me 61 vota të deputetëve.